është kënaqësi e veçantë që sot jemi në hapje të këtij eventi shumë të rëndësishëm, ku falë mbështetjes ndër vitet të bankës së vendit tonë, bankës BBB. Dua të falenderoj për përkrajen dhe mbështetjen e këtij eventi ndër vite. Gjithashtu, një falenderim të veçantë për gjithë prodhuesit e Kosovës, gjitha kompanitë anëtare të shoqatës Pepeko dhe gjithë fermerët e Kosovës, të cilët na mundsojnë që ne sot të kemi mundësi të prezantojmë produktet tona në këtë event. Mirë se keni ardhur në edicionin e 5 të Food Sector Forum. Është kënaqësi e veçantë të jemi këtu sot në këtë ngjarje që tashmë është bërë një piktakim i rëndësishëm për gjithë aktorët e zinxhirit të vlerës në Kosovë. 5 vite më parë, ne kemi nisë këtë forum, ka qenë një kohë pandemie dhe qëllimi jonë ka qenë që të ndërlidhem bizneset prodhuese me blerësit vendor. Tu e pa parasysh që interesimi i kompanive cilat eksportojnë produktet tona në tregjet e Evropës është në rritje, si vjet në edicionin e 5 kemi pjesëmarrës edhe të kompanive nga Zvicra, nga Gjermania, nga Austria, nga Suedia, nga Belgjika e gjetju. Është kënaqësi që në këtë forum, përveç prodhuesve vendor, kemi edhe blerësit vendor, të cilët janë një aktor shumë i rëndësishëm që ofrojnë produktet e tona te konsumatorët vendor. Dhe gjithashtu është kënaqësi e veçantë për blerësit nga diaspora, të cilët na kanë hap dyert e prodhimeve vendore dhe kanë kriju ura të reja të zhvillimit dhe bashkëpunimit ndërmjet prodhuesve vendor nga Kosova. Food Sector Forum do të mbetet një platformë për dialog, për bashkëpunim dhe ndërtim të partneriteteve afatgjata të cilat sjellin rezultate konkrete. Përmes paneleve, takimeve B2B si dhe prezantimeve, ne do të bëjmë një përmbledhje të situatës së bujqësisë në Kosovë, sektorit të përpunimit të pemëve dhe perimeve dhe zhvillimit të përgjithshëm të kësaj industrie. Gjithë së bashku mundemi ta forcojmë këtë industri, të bëjmë Kosovën një shembull të zhvillimit të qëndrueshëm të bujqësisë dhe agroushqimit në rajon. Ju faleminderit për praninë, për përkushtimin dhe kontributin tuaj të veçantë. Një falënderim të veçantë dua ta bëj për kompanitë vendore, anëtarët shoqatës Pepeko, të cilët e kanë bërë sponsorizimin e këtij eventi nëpërmjet përkrahjes financiare. Kompanitë që dua t'i përmend janë kompania Abi, kompania Grasep, Fruti, Primark nga Hit Flores, Ananas Impex, Green Food, Agrokrusha, AMG, Extra Fruit Fillings, Eurofood, Terrafood, Sanremo, Agrion, Viprint, si dhe një falenderim për Hotel Emerald, të cilët kanë kriju një partneritet dhe na përkrajnë ndër vite. Ju faleminderit dhe ju uroj një ditë të mbarë. Është nder i veçantë që sot të hapi së bashku edicionin e 5 të forumit për sektorin e ushqimit. Ky forum është tashmë tradicional dhe është hapësirë ku sektori i ushqimit jo vetëm që porjetizohet, por edhe promovohet tutje. Qeveria e Republikës Kosovës po dëshmon qartë se prodhuesi vendor është prioritet shtetëror. Kjo dëshmohet edhe me buxhetin për bujqësinë, që është gjithnjë në rritje, ku tani ka rritur vlerën në mbi 110 milion euro vetëm prej Ministrisë Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural, pa përfshirë ministri tjera, prej të cilave 90 milion euro shkojnë drejt për drejt të fermerët, të përpunuesit, të investimet që rrisin prodhimin dhe e bëjnë industrinë kosovare të ushqimit më të fortë dhe më konkurruese. Këto investime përmes granteve dhe subvencione nuk janë thjesht pagesa, po investime në ekonomi reale, sera të reja, shtalla moderne, pajisje të përpunimit, linja të paketimit, sistemet e ftojës dhe teknologji që po e çojnë përpara prodhuesin e vendit. Pra, për ne, si qeveri e Republikës Kosovës, misioni është i qartë. Përkraje prodhimit vendor, forcim i përpunuesve vendor dhe rritje qëndrueshmërisë e industrisë ushqimore të Kosovës. Të gjithë ne, pra këto që jemi të pranishëm, si hisedar këtij vendi, thjesht ata që na kanë falë natyra dhe ka krijuar puna e përvoja jonë e përbashkët me gjenerata me shumë mund e kujdes, duhet ta promovojnë edhe në vende tjera të botës. Rezultatet janë të dukshme, sipërfaqet kultivuara janë shtuar,
rendimentet gjithnjë në rritje dhe më shumë produkte vendore pëzën hapësirën edhe në tregun tonë vendor. Krahas sektorit të bimëve, edhe sektori blegtërisë po përjeton rritje të konsiderueshme, me mbi 11 milion euro investime për shembull vetëm në lopë qumshtore, krahas masave të reja që kemi shtu për herë të parë gjatë këtyre viteve, edhe modernizimin e fermave, synimi është i qartë, të rritet prodhimi vendor i qumshtit, të fuqizohet përpunuesi vendor dhe të krijojmë një zinxhir furnizimi që përfiton nga fillimi deri në fund prodhimi i vendit. Përpunuesi vendor mbeten thelbësor për rritjen e këtij sektori. Ata janë ura që lidhin fermën me tregun. Ata e kthejnë punën e fermerit në produkt të gatshëm, në identitet të tregut dhe në ekonomi të qëndrueshme. Prandaj po e mbështesim me politika të qarta, rritjen e kapacitetit të përpunimit, standardet dhe qasje në tregët e reja. Eksporti produkteve bujqësore, ose në përgjithësi agroshimore, nga vendi ynë ka arritur vlerën e 170 milion euro, kurse vetëm produktet e përpunuara, ushqime dhe pije kanë arritur deri në 80 milion euro, duke treguar fuqinë në rritje të prodhuesve dhe përpunuesve vendor në tregjen ndërkombëtare. Në këtë rrugtim, sigurisht se siguria ushqimore ka rol qendror. Përmes avancimit të legjislacionit, digitalizimit dhe modernizimit të proceseve, edhe në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, sot kemi inspektime më të sakta dhe kontroll kufitar më të mirë, për të cilat sigurisht që duhet përmirësuar ende. Kjo jep prodhuesve dhe konsumatorëve tonë besueshmëri dhe i hap rrugë produkte vendore në tregun rajonal. Ajo që duhet theksuar gjithmonë se Kosova ka adaptuar legjislacionin me atë të BE-s, që nënkupton edhe standarde të ngjashme, kur është fjala te përdorimi lëndëve të para, për shembull, si kuraj i pesticideve, por edhe të tjera, prandaj prodhimet tona, fal këtyre aspekteve dhe natyrës, ka avantazhe të mira për certifikime vullnetare, sikurse janë ato Global Gap, Bio, Fair Trade dhe certifikime tjera. Prandaj, sektori i frutave, perimeve, bimeve aromatike dhe produkteve organike po shënon rritje të qëndrueshme, duke kontribuar në sigurimin e produkteve të freskëta dhe cilësore për qytetarët dhe duke hapur mundësi për tregjen ndërkombëtare. Projekcionet dhe projektet me partnerë tanë ndërkombëtar, si GIZ, ADA, Caritas dhe të tjerë, janë drejtuar dhe do të koordinohemi tutje aty ku kemi nevojë më së shumti për përkrajjen e tyre. Ky forum është një shans ose gjas unike për të nxjerrë në pa të gjitha këto arritje dhe për të parë se si mund të bëjmë edhe më mirë. Së bashku me ju, prodhuesit dhe përpunuesit vendor janë forca që e mban këtë sektor gjallë. Ata meritojnë vëmendje, meritojnë mbështetje dhe meritojnë politika që ju hapin rrugë dhe asesi barriera. Ne jemi për këtë dhe këtë duhet ta diskutojmë e përmirësojmë tutje. Sot duhet të theksojmë me bindje se qeveria e Kosovës është e përkushtuar që sektori i ushqimit të zhvillohet mbi prodhimin, mbi bazën e prodhimit vendor, mbi punën e fermerëve dhe mbi kapacitetet e përpunuesve tonë. Ne do të vazhdojmë të krijojmë kushtet që ky sektor të rritet, të modernizohet dhe të jetë konkurrues në çdo treg ku produktet tona mund të arrijnë. Ne mund të themi se sektori i ushqimit ose agroshqimor në përgjithësi ose prodhimi i bazë ka arrit stadin e zhvillimit kur fermerët tanë, prodhuesit tanë nuk e kanë në mendje ose gale se ku do ta shesin prodhimin e tyre. Andaj, ju falenderoj të gjithë për punën, për ballimin e sfidave dhe për vizionin e përbashkët që e kemi për të ardhmen e sektorit agroshqimor. Ju uroj punë të mbarë dhe diskutime të fërqme gjatë forumit. Ju falenderoj. Duke marrë parasysh inputet e bizneseve, njëkohësisht edhe të këtij sektori, i cili luan rol kyç në zhvillimin ekonomik dhe në eksportet e Kosovës, siç e theksoi edhe zëvendës ministri. Sot kemi një thirrje që në vlerë është 7.3 milion euro, derisa në thirrje është vetëm 3 faqe. Nga 500.000 euro sa ishte deri në vitin 2022, e kemi rritur në 1 milion, 4 milion, si vjet ishte 7.3 milion. Në total nga viti 2022 deri më tani janë dikon rreth 14 milion euro që janë shpenzuar vetëm për këtë grand scheme, që ka për qëllim blerjen e makinerive prodhuese e që outputi përfundimtar është i mundësoj bizneseve, prodhuese dhe përpunuese të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese e të përmirësojnë bilancin tregtar të madrave.
kemi gjithsej 280 kompani së paku nga kjo periudhë që kanë përfituar në vlerë prej 14 milion euro. Jam shumë i sigurt që mbi 50 kompani janë nga ky sektor. Programi REA, që është pra fuqizimi i ekonomisë rurale në bujqësi, zbatohet nga Karitasi Zvicran dhe financohet nga Bashkëpunimi Zhvillimor Austriak ADA. Si program, ne duhet të shohim 3 rezultate të qarta në sektorin agro-ushqimor të Kosovës, pra rritje, zhvillim, gjithëpërfshirje, përshtatje dhe zbutje ndaj ndikimeve të ndryshme klimatike. Pra këto janë komponentet e projektit tonë. Ne punojmë përmes partnerëve lokal, të cilët janë aktor kyç të sektorit. Analiza sektoriale e këtij viti është realizuar përgjatë muajve mars-prill 2025 me përfshirjen e gjithsej 25 kompanive anëtare të shoqatës PEPECO. Të dhënat kryesore të dala prej analizës sektoriale në përmbledhje të dhënave kryesore, pra gjithsej janë përfshirë 25 kompani që përafërsisht mbulojnë rreth 60% të tregut. Qarkullimi përgjithshëm i kompanive pjesëmarrëse në analizën sektoriale ka qenë 76.5 milion euro dhe gjithsej të punësuar kanë qenë 1797, ku 70% prej tyre kanë qenë gra. Shumica e kompanive, apo 68% e tyre janë të orientuara nga eksporti, ndërsa vlera totale e investimeve prej themelimit të tyre deri më tani është 62 milion euro. Fuqia punëtore është një komponentë e rëndësishme e analizës sektoriale. E përmenda më herët numrin e përgjithshëm të punësurve, 70% janë gra, që tregon një kontribut të madh në punësimin e grave. Ndërsa sa i përket punësimit sezonal, prap 2/3 e punëtorëve sezonal janë gra, apo 83%, ndërsa 62% e të punësuarve me orar të plot prap janë gra, ndërsa pjesa tjetër burra. Një gjetje interesante e kësaj analize është që 68% e kompanive të intervistuara kanë raportuar vështirësi në gjetjen e punëtorëve të kualifikuar. Prandaj për neve ka qenë e rëndësishme që të shkojmë tutje me studimin edhe të shohim se për cilat profile këto kompani kanë më së shumti vështirësi në gjetjen e punëtorëve. Kur i kemi analizuar të dhënat, na del se 48% përbëjnë punëtorët në përdhërim. Pra profili i punëtorëve në prodhem është prej profileve që këto kompani kanë më së shumti vështirësi në gjetjen e tyre. Pastaj, kjo përcjellet me punëtorë në shitje dhe në marketing. Kapacitetet e përpunimit, përgjatë vitit 2024, kapaciteti total përpunues i kompanive të përfshira ka qenë pak përmbi 100.000 tonë. Ne I kemi pyet qytetarët për një gamë të gjerë produktesh, se çka blejnë ata të paktën një herë në muaj. Nga këto gjetje, del se në përgjithësi, qytetarët e Kosovës blejnë, ose 99% e tyre blejnë supa dhe erza, çajra dhe pije jo alkoolike, të paktën më pak se një herë në muaj. Në këtë listë ku I kemi pyet për produktet vendore, është përfshirë pijet, ku kanë përfshirë pijet alkoolike dhe jo alkoolike, produktet e qumshtit, si dhe një sër produktesh të përpunuara. Kjo na ka mundësu me pas një pasqyrë të plotë të konsumit në Kosovë. Si shihet, nëse I krahasojmë 3 vitet e fundit, sjellja e vlerës të konsumatorëve të Kosovës ka ndryshuar shumë. Sa I përket ushqive, përderisa në vitin 2023 45% e tyre kanë vlerë turshi, kjo është rritë në 65% në vitin 2024 dhe ka një rënje të lehtë në 60% në vitin 2025. Ndërkohë që ajvari, pingjuri dhe produktet e ngjajshme, si dhe reçeljet e ngjajshme, kanë mbajtur një stabilitet të tregut me rreth 75 ose respektivisht 76%. Një dallim mund ta vrejmë edhe te ajka dhe uji, megjithëse janë ndër produktet që blihen më së shumti si vendore. Në përgjithësi, ajka është blerë në 82% në vitin 2023, ka rënë në 85% në vitin 2024 dhe është rritë përsëri në 94% në vitin 2025, ndërsa uji nga 80 ka kalu në 84% dhe ka një rënje të lehtë në 79% në vitin 2025. Tash jemi duke kalu te pjesa e produkteve vendore që blehen më shumë, pasi që qytetarët kanë deklaruar se cilat produkte ushqimore I blejnë.
Ne I kemi pyet se ato produkte a I blen si vendore apo I blen si të importuara. Si shihet, produktet vendore të cilat blen më së shumti janë uje, kosi jogurti dhe dalla, djathi dhe gjiza, qumshti, turshit dhe ajka.